Anemi do të thotë që trupi juaj nuk ka mjaftueshëm qelizza të kuqe të gjakut të shëndetshme për të transportuar oksigjen në indet dhe organet tuaja. Nëse nuk trajtohet herët, mund të çojë në lodhje, qarkullim të dobët dhe rreziqe serioze për shëndetin. Pra këtu janë 7 shenja të hershme të anemisë që nuk duhet të injoroni dhe shenja e fundit do t'ju habis vërtet. Shenja e parë është lodhja e vazhdueshme. Edhe pasi keni fjetur, mund të ndjeni të lodhur dhe pa energji. Shenja e dytë është lëkura e zbet. Qelizza të kuqe të gjakut të pamjaftueshme bëjnë që lëkura juaj të humbas ngjyrën e saj të shëndetshme. Shenja e tretë është ngulçimi gjatë aktiviteteve të thjeshta. Muskujt tuaj mund të mos marrin mjaftueshëm frym. Shenja e katërt, dhimbja e shpeshtë e kokës ose maramendje. Rrjedha e ulët e oksigjenit ndikon në funksionimin e trurit. Shenja e pestë, janë duart dhe këmbë të ftohta. Anemia mund të zvogëlojë qarkullimin e gjakut në gjymtyrët tuaja. Shenja e gjashtë është brishtësia e thonjve dhe hollimi i flokëve. Trupi juaj drejton lëndët ushqyese në organet jetësore dhe shenja e shtatë është dhimbja në gjoks ose aritmia. Zemra juaj punon më shumë për të furnizuar me oksigjen kur qelizat e kuqe të gjakut janë shumë të ulta. Dhe të mineraleve të tjera është spirulina. Për më shumë informacione rreth përdorimit të spirulinës, na shkruani.